nuk do është më njerës. Kjo miti që është që do shtë shumë më njerës që me u pesh, ajo nuk qëndron, ajo është dikon që 20 vjetë është metode gabu. Që kur ta startomi, gjithmonë është mirë me startu, me letë, për shambull livelet, mos me bo minaran, me bo me 10 ose 5, po edhe në alësin edhe livelin e forcës është mirë me bo gjithmonë 1-2, edhe do të mi dalu, që është interesant për shambull të na që ka njerë peshat e ronda bomi nxemi, apo dhe nëse livelet e shiritit ose arbitrekit i bomi shumë nalt. E nxemja është nxemja, po kupton, do sa më lehtë më bëj. Çata për shembull është puna që më përgatit muskujt për ushtrimet e ronda ose më përgatit për ushtrimet që janë më efikase. Kështu që unë penali pak për shkak që mos foli të mu fryma. A hub kalorin njëjtë me qëtasin në shiritin vrapusa? Qëre si cila pajisja e ka nivelin e caktuar dhe përgatitje për çka po don ti. Tregova merret. Për shembull nëse ti kemë bënë një maraton, edhe ti nuk dush me bo arbitrekin, ti dush me bo shiritin vrapus, se për shembull kime vrapu, apo kupton? Nëse i kena shkallët malore që i thiren, ato nëse je me hiking, ose kime dalë vikende me ju në gjitë në i kodrës në altë ose diçka, tash du të mi përdor shkallët ma shumë. Do me thonë varet, farë pozite edhe për ku je, nuk do është më njerës. Kjo miti që është që do shtë shumë më njerës që me u pesh, ajo nuk qëndron, ajo është dikon që 20 vjetë është metode gabume, se unë jam dikon 25 vjetë i bona që në fitness. Edhe mënona mu bo shumë update, se ka tash ka dalë edhe teknologjia, po edhe Google, edhe do me thonë ki shumë mundësi të mu informu edhe ose në grupe që jena të aktiv, dikon me profesionistat të taj punës. Do me thonë njerësa trupit është regulatori trupit, është sigur uj kerri për shembull me flutër, nëse temperatura e kerrit rritet, flutra lëqohet automatikisht. Për shembull, kalorit, djegën,